Dua të ndalemi tek një paralajmërim i cili ka dhënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada amerikane në Tiranë për sa i përket një sulmi të mundshëm iranian dhe mosmarrjen e masave nga mazhoranca socialiste, mund të themi, madje pati edhe një reagim të beftë nga kryeministria që e krahasonte paralajmërimin amerikan me paralajmërimet që mund të jepen në rast protestash kur proteston opozita. Janë të barabarta këto dhe pse gjithë kjo neglizhencë e qeverisë shqiptare për të ruajtur sigurinë e shtetasve të saj? Sepse prioriteti i kësaj qeverie nuk është interesi publik i Dashu Bledi, por është vetëm vjedhja nga mëngjesi në darkë e taksave të shqiptarëve. Edi Rama si sekond nuk ka menduar për interesin publik, madje kur po zhvilloi ky debat në parlament, më kujtohet një ngjarje e 7 viteve më parë, mos gaboj, kur pasi kishte rënë tërmet në vendin fqinj, presidenti asaj kohe, zoti Meta, i bëri thirrje institucioneve që të merrin masat apo të garantonin qëndrueshmërinë e ndërtesave. Një letër e cila në fakt u keq interpretua dhe u përpoq të kthehej në qesharake nga ana e Edi Ramës. Por vetëm pak javë pas këtij paralajmërimi ra një tërmet tragjik, pasojat e cilit ende sot i ndejnë shumë familje të cilat ndodhen në qell të hapur për shkak sepse kanë kaluar gati 7 vite nga tërmeti tragjik edhe ato ende nuk kanë përfituar banesat. Nuk ka asnjë interes publik, nuk ka asnjë interes kombëtar. Edi Rama prioritet vetmi prioritet i tij është vjedhja skizofrenike e taksave të popullit më të varfër të kontinentit. Dhe kjo i shpjegon të gjitha paruar faktin që dëmet më të mëdha sigurisë kombëtare në fakt nuk e ka bërë Irani, edhe pse ne kemi qenë target i sulmeve të pasojshme kibernetike, por mos harrojmë që atë që nuk e bëri dot Ayatallahu ja doli ta bënte shumë mirë Elguis Agasi në duart e së cilit sot është e gjithë siguria kombëtare, është kadastra, është sistemi TIMS, është çdo e dhënë shtetërore dhe sigurisht aferat e Akshit të cilat e kanë nxjerrë në pazar sigurinë kombëtare. Megjithatë, një qeveri e përgjithshme. Patjetër, duke qëndruar këtu Blushi, mbaj mend pak muaj më parë, mund të themi rreth një viti më parë, dolën të dhënat edhe në treg të zi të dhënat e qytetarëve shqiptarë. Dolën të dhëna në treg të zi sepse shkaku kryesor ka qenë përdorimi i Albania si mjet pune për patronazhistët. Dhe siguria kombëtare u cënua pikërisht kur patronazhimi u kthye në një sistem kontrolli dhe survejimi për të gjithë shqiptarët. Mos harrojmë që për të çështje ka patur edhe kallëzime penale në prokurori dhe besoj edhe ju nuk jeni në dieni se kush ka qenë përgjegjësi, se kush u dha patronazhistëve të dhënat e shqiptarëve. Megjithatë, doja të theksoja faktin që tani më edhe pse jemi vend antar i NATO-s, jemi një vend ku siguria për fat të keq ne për të dëshiruar kemi patur një sër raste të cilat nuk kanë qenë episodike, por si filozofi ose si rrjedhoi filozofisë së qeverisë pa krim nuk ka zhvillim. Mos harrojmë që edhe pse vendatari i NATO-s ne fiknim radarët për të lejuar trafikantëve të përdorin korridorin ajror të Shqipërisë për të trafikuar drogë. Mos harrojmë që Shqipëria u kanabizua cep edhe pse ishim vend antar i NATO-s. Plot raste të cilat vërtet e kanë identifikuar tani më Shqipërinë si të vetmin dhe të parin narkoshtet në kontinentin evropian. Kërcënimi i madh për sigurinë sot kombëtare është vetëm një individ, ai quhet Edi Rama, dhe jo thjesht dhe vetëm si kërcënim, pra si akuzë politike, por të mos harrojmë qëndrimet e tij të njëpasjeshme recidiviste në raport me cënimin e interesit kombëtar. I referojmë qëndrimin që ai mbajti për ndaljen e Kosovës apo çështjes së detit me Greqinë. Edi Rama është gati, e kemi theksuar edhe më herët, është gati të dhurojë sovranitet për të qëndruar në pushtet dhe këtë besoj e ka dëshmuar më së miri.
E qartë, sigurisht kryeministri Edi Rama, siç thonë edhe ju, është i gatshëm të jap edhe copza Shqipëria, mjafton që të krijojë ato aleancat e duhura për të mbajtur pushtetin. Por sigurisht janë qytetarë shqiptarë, është lufta në Iran, janë paralajmërimet e ambasadës amerikane, sigurisht është edhe rritja e çmimit të karburanteve. Ju keni propozuar edhe projekt ligje, të cilat me sa duket nuk po merren parasysh. Ministri i linjes thotë se le të rritet çmimi sa të dojnë, ne nuk do t'i ulim taksat në asnjë lloj mënyre. Pse gjithë kjo arrogancë blushi e karshi qytetarëve shqiptarë vendit më të varfër në Europë, mund themi, dhe më të plaçkitur? Sepse për të rikthyer edhe një herë në fillim të këtij bashkëbisedimi, qëllimi vetëm i Edi Ramës është zhvatja e shqiptarëve. Ndryshe nuk shpegohet që sot ne kemi çmimin më të lartë të karburanteve, krahasuar jo vetëm me vendet e rajonit, por edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo ndodh për shkak sepse Edi Rama është i vendosur të mbrojë interesat e klientëve të këtij oligark në fushën e naftës dhe jo interesin publik. Përndryshe, një qeveri e përgjeshme, sikur do ka bërë qeveritë e vendeve të rajonit apo qeveritë e vendeve të Bashkimit Evropian, do të merrte masë subvencionimi. Sot kërkojnë ulje çmimin e naftës fermerët. Sot kërkojnë ulje çmimin e naftës bizneset. Sot e kërkon industria, ajo pak industri që është funksionare në Shqipëri. E kërkon shoqatat e transportit publik dhe e kërkon çdo qytetar shqiptar. Sot nafta është më e shtrenjtë se kudo tjetër, përfshi edhe Kosovën që e importon kryesisht naftën nga Shqipëria dhe tregton më lirë se sa ne. A ka logjik kjo? Pra një vend që ble një produkt nga një shtet tjetër e tregton atë produkt më lirë se sa ky produkt tregtohet në vendin nga delet themi. Por është e qartë tani më që Edi Rama nuk i heq dy taksat, pra taksën e qarkullimit dhe taksën e karbonit, sikur kemi propozuar si grup parlamentar i Partisë së Lirisë me listë konkrete në parlament, thjesht vetëm sepse ai do të mbrojë interesat e oligarkëve nëpërmjet cilët ai zhvat çdo ditë shqiptarët. Me të drejtë ne kemi cilësuar, ato nuk cilësohen si taksë qarkullimit tani më apo si taksë karbon, ato janë taksa e Edi Ramës, e cila është një barë tani më e shtuar mbi kurrizin e të gjithë, mbi supet e të gjithë shqiptarëve. Dhe për më tepër në kushtet kur ka ngritur dhe një bord, pra është bordi i radhës i zhvatjes, i vetmi bord që në fakt ngrihet për të ulur çmimin dhe bën pikërisht në kundërtën, e ngrehet çmimin edhe më shumë se sa ishte kur bordi nuk ekzistonte. Para thjesht vetëm propagandë, thjesht vetëm Edi Rama ka një qëllim si të shpik mënyra, të shpik taksa, të shpik gjoba, të shpik skema kriminale, thjesht vetëm për të pasuruar në mënyrë të palishme para të cilat ai më pas i përdor si për të mbajtur afër grupet kriminale, ashtu edhe për të blerë heshtje letërkombëtarëve apo qoftë edhe për të blerë edhe fjalët e tyre. Në fakt, ju ndoqja edhe ditën e djeshme atë çfarë ndodhi në kuvend Blushi, ishte ironike se si Tavland Balla tentoi të mbante një minutë heshtje për vrasjen e 4 martirëve në Shkodër. Kujtojmë që Partia Socialiste është derivat direkt i PPSH-së, pra etrit e tyre. Kristaj Qerama, babai i kryeministrit, në atë kohë jepte vendime edhe për varrin e Havxhinelës në Shkodër, ndodhi edhe masakra. Tavland Balla kërkoi një minutë heshtje. A duket disi ironike kjo që ai që të vret kërkon edhe të respektoj, më thonjza mund themi, me heshtje parlamentare pas 35 vitesh? Apo ishte thjesht një diversion për ta çuar kuvendin në kaos dhe për ta mbyllur shpejt e shpejt atë çka ndodhi dje? Nuk ishte një diversion, ishte një provokim i ulët në radhë parë ndaj familjeve të 4 martirëve. Ishte një provokim ndaj gjithë atyre të cilët kanë sakrifikuar aq shumë që vendi të rikthehej drejt lirisë dhe demokracisë, dhe mandej ishte një provokim sigurisht edhe ndaj opozitës. Askush të mos mendoj dhe askush nuk do të ketë iluzionin se kjo mazhorancë është kaq e fokusuar, kaq e dhëmshur, kaq sensibël ndaj gjakut të derdhur për flamurin kombëtar. Ju mbani mend se si ka trajtuar dhe se cilat janë qëndrimet e Edi Ramës ndaj dëshmorëve të Adeut. Një patriot i vërtet në radhë parë nuk duhet të ishte hajduk si Edi Rama. Kështu që nuk mund të presim që ai apo një armik i certifikuar me disa raporte të fundit ndërkombëtare si armik i lirive
dhe i të drejtave të njeriut, si armik i demokracisë dhe pluralizmit, si kryeministri dhe si mazhorancë e cila e rendit sot Shqipërinë sa i përket sundimit të ligjit edhe pas Vietnamit komunist, që ka renditur Shqipërinë në raport me luftën kundër korrupsionit edhe pas Bielorusisë së Lukashenkos, që vetë raporti i fundit i Transparency International e rendit Shqipërinë 11 vende pas krahasuar me një vit më parë. A mund të mendoni që ky njeri mendon se si të respektojë gjakun e derdhur për lirinë dhe për votën e lirë dhe për më tepër një armik i certifikuar i votës së lirë, siç u faktua tani më qartësisht në zgjedhjet e fundit të 11 majit dhe siç është dënuar të mos harrojmë me të paktën 7 rezoluta ndërkombëtare dhe është bërë pikërisht ai përgjegjës për shkatrimin dhe për vrasjen, për shkatrimin e zgjedhjeve dhe për vrasjen e votës së lirë pa hyrë ende në kufi. Diçka tjetër pastaj është hipokrizi, por për më tepër është një cinizëm, është një arrogancë, është një tallje dhe një provokim në radhë të parë në gjithë atyre të cilët në dhjetor 90 u ngritën për të shëmbur diktaturën dhe sigurisht ishte një akt i cili vinte pikërisht nga kryetari i grupit të shumicës e cila qartësisht është përgjesa apo është aktualisht pengmarrëse e demokracisë në Shkodër, një mazhorancë e cila është e lidhur me bandat të cilat sot e kanë marrë peng qytetin e Shkodrës, ndaj asnjë iluzion nuk duhet të kishte nga të gjithë deputetët e opozitës në raport me atë qendrim shumë parimor të cilën mbajtë në deklancën e ditshme. Në fakt, unë duhet dalem në disa çaste edhe tek mbrojtja që Rama i bën fakt Belinda Ballukut, i bëri me 82 vota, sigurisht e shohim që në kuvend nuk paraqitet ashtë ish zëvendës kryeministri, madje edhe kryeministri Edi Rama, me sa duket nuk vjen më në sallën e parlamentit, por ja delegon të gjitha punët Tauland Ballës, sekretarit të grupit, madje e kemi parë edhe gjatë punimeve që sytë e Niko Peleshit janë drejtuar gjatë gjithë kohës drejt Tauland Ballës për të marrë shenjat, instruksionet se si të veproj në vijim. Mosprania e kryeministrit dhe sigurisht edhe personit tjetër fizik, zonjës Balluku në sallën e parlamentit, a e bën disi edhe më të vështirë për kanalizimin e akuzave apo për të sjellë edhe një herë tjetër në vëmendje abuzimet që ka bërë zonja Balluku gjatë kohës që mbante postin e ministrit e infrastrukturës, energjetikës edhe postin e zëvendës kryeministrit? Edi Rama e uren parlamentin sepse ai në fakt uren pluralizmin politik dhe demokracinë. Edi Rama është një narko-diktator nga i cili nuk duhet të presim që të respektojë pavarësinë e institucioneve, për më tepër kur është certifikuar si shkatruesi dhe kapsi kryesor i të gjithë institucioneve të pavarura. Për fat të keq sot kemi një parlament i cili e ka humbur funksionin e tij. Unë e krahasova dje me një rroba qepsi që thjesht qep ligje me kostume, pra ligje me porosi për oligarkët dhe për klientët e Edi Ramës, apo ligjet të cilat në fakt përpiqen të amnistojnë Edi Ramën nga aktet e tij kriminale dhe korruptive. I referojmë ligjit të lobimeve që ne kemi cilësuar si ligji Charles McGonigal, apo për ligji që u miratua dje me votat e rilindjes për parkun Turana, kur realisht aty nuk ka park, po ka vetëm një livath ku kullosin lop. Pra, parlamenti për fat të keq e ka humbur funksionin e tij dhe si kundër e patë është i vetmi parlament në botë ku hidhet në votim kërkesa për të mos diskutuar. Pra, kërkojnë thjesht një parlament kartonash ku të ngrihen dhe të ulen kartona sipas Oreksit dhe shijeve të Edi Ramës për ligjet të cilat ai në fakt nuk janë ligje që e kanë fokusin të interesit publik, por në ligje të kopshtitura, ligje të porositura, ligje të cilat synojnë vetëm zhvatjen e pandarshme të babuzitur të taksave të shqiptarëve. Ndaj ajo çfarë ndodhi dje ishte një seancë e cila për fat të keq po përsëritet çdo javë, ku sigurisht edhe posti kryetarit të kuvendit e ka humbur legitimitetin. Niko Peleshi është kthyer thjesht dhe vetëm një roktar që merr rrogën, sepse aty gjithçka vendoset nga tjetër kush dhe jeni të bindur që dhe Tauland Balla bën atë çfarë i thot Edi Rama. Aty janë 83
diella 83 diella të cilat nuk kanë dalë nga vullneti i popullit, por janë aty për të mbrojtur interesat kriminale të grupeve të cilat pjesë ndërmuese të deputetëve të mazhorancës ilegjitime i kanë çuar në atë kuvend, dhe pjesa tjetër janë thjesht diella që Edi Rama i ka vënë aty jo për të folur, jo për të propozuar ligje në funksion të interesit publik, po thjesht vetëm për të bërë zhurmuesin, provokatorin, edhe deri për të përpjekur për të konfliktuar fizikisht me deputetët e opozitës. Megjithatë, ne si opozit, pra grupi parlamentar i Partisë së Lirisë, së bashku me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, jemi të vendosur për të ruajtur themelet këtij institucioni. Ne kemi bërë gjithçka, kemi patur mundësi, si sa i përket nismave ligjore, pra ju përmendët projekt ligje për uljen e çmimit të naftës, po unë do të kujtoja një tjetër projekt ligj shumë të rëndësishëm për uljen e TVSH-s, për ushqimet e sportës, në kushtet kur çmimet sot kanë shkuar 50% se në vendet e Bashkimit Evropian, dhe kur ndërkohë jo më larg se dje, ky kuvend pra legjitimoi atë projektin pra të ngjashëm me inceneratori, projektin Durana, që përjashton nga taksat të gjithë ata të cilët përfitojnë 99.9% të tenderave publik. Pra nga një anë parlamenti miraton ligje për të ulur taksat e njerëzve më të pasur të këtij vendi, që sigurisht janë pasuruar në mënyrë të palishme, dhe në anën tjetër nguron, refuzon të ulë çmimet për një kohë kërkesë, për djathin, për qumshin, për bukën dhe për gjithë produktet e tjera bazike. Sigurisht, edhe pse kërkesat tona për të ushtruar të drejtën tonë kushtetuese për llogaridhënie dhe transparencë nëpërmjet ngritjes së komisioneve hetimore, edhe këto të drejta janë refuzuar. Megjithatë, kjo nuk na pengon as pak që ne të bëjmë diferencën dhe të qëndrojmë si pasqyrë përbalë gjithë akteve kriminale dhe antikushtetuese të mazhorancës në parlament. Blushi, duhet bësh edhe diçka të fundit, pasi ditën e sotme pati edhe një konferencë të gazetarëve të ish presidentit të Republikës, e presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, të cilët thanë se është rikonfirmuar se ndaj tij nuk ekziston asnjë provë penale për përfshirjen në çështjen Çeze, pasi kanë qenë edhe ish zyrtarët e lartë të Çezit që hedhin poshtë edhe akuzën ndaj Metës së të ngritur nga prokuroria, madje që për një kohë gjatë shpërmbahet edhe i burgosur. Çfarë po ndodh me gjyqin Meta, pasi duket si po shtrëngohet edhe dora ndaj tij, aq më tepër edhe me Irena Gjokën? Sepse në fakt nuk ka patur kurrë dhe nuk ka ekzistuar kurrë një çështje Meta, ka ekzistuar vetëm një urrëtie e Edi Ramës ndaj Ilir Metës, vizionit të tij, atë çfarë ai përfaqëson, fuqisë së tij elektorale dhe asgjë tjetër. Çështja Qes është si parë, pra kjo ishte konferenca e disa më radhë, pra kemi filluar nga çështja Qes dia për të vijuar me radhë dhe me tash quajtur çështje të lobimit që ka rënë ende pa u filluar gjykimi në themele, gjitha çështjet e tjera, sepse është ajo çfarë ne kemi deklaruar që në krye të herës, që pavarësisht se ndaj zotit Meta është kryer një vetting për të gjithë veprimtarinë e tij publike, sot që ai ndodhet padrejtësisht në mënyrë kriminale, i izoluar për më shumë se 18 muaj, nuk mund të ketë dhe kur nuk ka për të gjendur një provë, një fakt penal, një qindarkë e palishme, 1 metër katror pasuri e palishme, një qindarkë e palishme, një vendim i palishëm, qoftë edhe një SMS apo një përgjim i paligjshëm ku ai të ketë urdhëruar gjatë ushtrimit të funksioneve të tij të larta shtetërore për kryerjen e një akti korruptiv. Nuk ka çështje Meta, ka thjesht dhe vetëm një burgosje politike të tij, të urdhëruar botërisht nga tribuna e Asamblesë së Partisë Socialiste nga Edi Rama, është usajua, pra u përdorën kallëzues të rev, kallëzues me probleme me drejtësinë për të iniciuar në çështje në kulmin e përplasjes së zotit Meta me Edi Ramën, kur ai ushtonte funksionin e lartë shtetëror të presidentit të Republikës, dhe u ndodhi ai rrëmbim i cili në fakt i thot të gjitha, sepse standardet e atij rrëmbimi janë në fakt standardet e hetimit, janë dhe standardet e parapërrugimit.
Tani që çështja ka kaluar pra për gjykim në themel, jo vetëm mbrojtësit ligjor të presidentit të Partisë Lirisë, por edhe ne si forcë politike do të çmontojmë të gjitha ato akuza në thonjza që u përdorën për ta rrëmbyer në mënyrë kriminale dhe mafioze presidentin Meta për të treguar të gjithë shqiptarëve të vërtetën e vetme që zoti Meta ka qenë gjatë gjithë karrierës së tij politike shembull korrekt i zbatimit të ligjit dhe kushtetutës, sikur edhe kemi theksuar që kjo nuk është thjesht vetëm betejë për një lider politik, por është një betejë në radhë parë për të rikthyer dhe për të garantuar lirinë dhe të drejtat dhe dignitetin e çdo shqiptar dhe megjithatë soveranitetin e tij përballë një shumice e cila qartësisht sot nuk rrëmben në mënyrë mafioze vetëm drejtuesit e opozitës, por rrëmben edhe biznesmen, rrëmben edhe minorë në protesta dhe rrëmben e ka kthyer rrëmbimin e personit në manual në pune për këto që kundërshton regjimin. Në fakt këto konferenca që sapo kanë filluar, që ta mbyllim pasi ju kërkoj ndjes sapo kanë filluar, do të shihni perla në javët në vijim, ku siç u faktua edhe sot, për shembull një dëshmi shumë e rëndësishme, një zyrtar i të lartë të Qezit, shihej nga Spaku. Me iluzionin e rem, me idotësinë e tyre që kjo provë nuk do të ishte në themin në anën e mbrojtjes, pra mbrojtja nuk do ta kishte këtë provë. Pra nuk kemi vetëm akuza të sajuara, nuk kemi vetëm akuza të montuara, por kemi edhe përpjekje kriminale për të fshehur provat që në fakt nuk kanë asgjë tjetër veçse vërtetojnë pafajësinë e zotit Meta. Zoti Meta sot është thjesht dhe vetëm një burgosur politik në të kundërt, siç keni parë dhe keni lexuar SMS-t e Ballukut, do t'i lexonit prekosh SMS-t që mund të ishin kapur zotit Meta, do t'i shihnit prekosh vendimet e tij të firmosura, dhe këtu i referohem një rast analog bonusit 8% që dha Edi Rama për kompaninë e incineratorëve, nuk ka asnjë akt të tillë, nuk ka asnjë vendim të tillë. Për çështjen e lobirëve nuk ka asnjë të përgosur. Edi Rama ka futur 2 të veta në burg, të cilët provuan burgun në Amerikë, gruan e Bilanit dhe Charles Mekonikanin. Edhe te çështja e Qezit është vetë Edi Rama i përfshirë kokë kë, madje ka një kallëzim, jo nga kallëzues të re, jo nga kallëzues me probleme me drejtësinë, por nga kontrolli i lartë i shtetit për faljen e 439 milion eurove. Kështu që është një çështje e cila tani besoj është e qartë për çdo shqiptar, zoti Meta është dhe vetëm një i burgosur politik, i cili sigurisht është i pathyeshëm dhe sigurisht do ta fitojë këtë betejë në radhë parë për sovranitetin dhe për lirinë e çdo shqiptari. Blushit, falenderoj që ishe